Mirëmëngjes nga një tjetër video. Mirëmëngjes Alessia. Mirëmëngjes. Sot është ditë e mërkur, do t'i ke unë nuk jam në punë sepse kam disa gjëra për të bërë, po do i kishte të le Alessian dhe pastaj do të kthehem në shtëpi për të mbaruar me gjitha gjërat që kam. Kështu që jeni me mua në ditën time. Sa po lash Alessian tek shkolla, unë sot nuk do të shkoj sepse është kindergarten edhe preschool open house, që do të thotë të gjithë fëmijët që do të shkojnë në parashkollor ose në kopësht, këtë vit shkollor domethënë që fillon në fund të kushtit, do të shkojnë aty që të njohin mësuesen, të shikojnë klasën, edhe të gjitha këto domethënë. Kështu që parashkollori është i mbyllur dhe unë më duhet që të rri në shtëpi me Angelon dhe pastaj do të ikim nga ora 9:30 fillon ajo open house, kështu që duhet iki atje të shtëpia që të shikoj mësuesen edhe të shikoj klasën, domethënë siç e thash pak më përpara. Kështu që kjo është arsyeja pse nuk do të shkoj në punë. Gjithsesi, çfarë rëndësie ka kjo? Sot është një ditë super e bukur. Më kujton fëmijërinë time sepse këtu ka shumë natyrë njerëz. Nuk i presim pemat e të gjitha këto, domethënë dhe të vjen kjo periudha e pranverës, domethënë dhe bëhet kaq bukur, ka kaq shumë gjelbërim, më shpije mbrapa tek shtëpia ime në Maliq. Më shpije mbrapa tek fëmijëria ime që kaq shumë kemi dashur që të rritemi, por nuk e kemi kuptuar që ajo është pjesa më e bukur e jetës tonë. Edhe unë kaq shumë kam dashur që t'i kthehem dhe t'i rikthehem dhe ta përjetoj edhe një herë ato momente, domethënë ku shqetësimi im i vetëm ishte shkolla dhe asgjë tjetër, por që le të jemi të lumtur sepse para së gjithave kemi shëndet. Shtëpia është e mbushur me zëra fëmijësh. Shqyqyr Zotit, prindrit i kam mirë, edhe jam falenderuese Zotit për gjitha këto. Kështu që le të jemi falenderuesi, le të jemi të lumtur, edhe se ndonjëherë ankohemi edhe kot. Por që këto janë gjërat më të rëndësishme në jetën tonë. Gjithsesi, tani unë këtu kam bërë kafen time, do t'iki nuk e di ku është Aleksi me Angelon ose lart ose do jenë diku aty te backyardi, kështu që do shikoj, do kontrolloj dhe pastaj nga ora 9:30 do nisem prapë, do t'iki te shkolla që të shtëpia Angelon. Edhe kësmet çfarë do bëjmë në një gjë të bukur sot, nuk e di se kam iden fare, po që gjithsesi. Mbaruam punë edhe me Angelon, erdëm e pam klasën. Puna është që unë mendoja që sot do ta shikonin, domethënë se kë klasë do të kishim, por nuk e zbuluan dot. Hi Angela, sepse duhet që të bëhen screening, të shikojnë domethënë se ku janë nxënësit me shkronjat, me numrat, i njohin pak a shumë domethënë. Edhe pastaj duhet bërë ajo, domethënë është një gjysmëore gjë kështu. Dhe pastaj pas asaj besoj në shtator do ta marrin vesh nxënësit se në cilën klasë do jenë. Aty dy klasa jam, edhe të dy mësuesit janë shumë super të mira. Unë punoj me ato edhe e di domethënë se çfarë mësuese janë, kështu që po tani do t'ikim sepse kemi gjëra për të bërë edhe që hi Angela. Hajo. Kështu që po, le t'ikim bashk në të ditë kaq të bukur dhe ta shijojmë në maksimum. Hello. Superman Angela. Pepita, no, what are you doing?
shtëpi, e morëm me Alesin, jashtë është super bardh, hëngur nga një popsicle aty në balkon, edhe tani do të bëj një kafe të ftohtë, sepse siç e thash është shumë bardh edhe me të që unë e kam nevojë. Dhe le ta bëj pastaj. Can I do that? Ja. No, please. Fix it. Look. Don't do it. Angela, të lutem. And do it while you're together. Dale, mamma, dale, ishe dorë në frit. Wait. Can I do it? Please, I do it. I do it. I want to do it. Together. And stop doing it. Can you turn off the thing? Nëse do më vrasësh këmbë. Can you? I want to do it. No. Keep it inside. Okay. It's like a tornado. I don't need any more. Hello, this is Mama's coffee. Drink it. Hello, you dummy. Hello, everybody, dummies. Don't say that. You are so bad.
Hello, nga e shtuna. Unë duhet iki që të marrë ushimet e javës, duke qenë se Aleksi erdhi në shtëpi edhe nuk kam asgjë, kështu që duhet iki. Kam marrë me vete kafen time, që tani është bërë si ujë në fakt, po që kur e bëra super të mirë. Gjithsesi, duhet iki të marrë ushimet e javës, pastaj do të kthehem, do të vendosim për vende, duhet të organizohen në mënyrë që të mos i le për nesër, sepse nesër jemi gjithë në shtëpi, duam që të dalim, bëjmë gjëra të bukura, ko do të jetë shumë e bukur, edhe nuk dua që të lej gjërat për momentin e fundit, sepse të dielave zakonisht unë bëj edhe meal preps gjatë mbasdites dhe nuk do të lësh çdo gjë, domethënë vetëm për një ditë. Kështu që po, ikim, bëjmë të gjitha gjërat që kemi për të bërë dhe do t'i marrë me vete. Ditë e diel, ne ishim në supermarket dhe morëm disa gjëra jo në supermarket, në fakt ishim në Ocean State Gjablat dhe aty ka mjaft gjëra domethënë të mira, si për shtëpi, ashtu edhe snacks dhe shumë gjëra nice, kështu që fillimisht mora këtë Red Bull, që nuk është mirë për shëndetin, po që unë e pi një herë në kaq edhe nuk është se do më bëj shumë të, po që e di që nuk është mirë, mos më shani, por një herë në kaq kam shef ta pi. Tjetër, mora këto si punja stëkësh për të vendosur këtu tek kariket e kuzhinës, sepse i kam pa jashtëk, edhe besoj që nëse të vendos këto do të duken shumë më mirë edhe shumë më të rehatshme. Dy nga këto ishin $6 edhe i mora 4 sepse 4 më duheshin. Gjithashtu, mora 2 nga këto që janë me bateri, poshtë kanë këtë si punë, si ta them, si punë qirio, domethënë që është fallco, i mora për në balkoni. Mora 2 nga këto dhe besoj që do duken super cute aty kur ti ndes dhe të vendos bateri. Shkojnë sa të bukur që janë? Janë për kallçuku, nuk është se është hekur i vërtet, domethënë, por që për në balkon mirë janë. Kjo ishte $5 një më duket. Unë mora 2 nga këto. Një nga këto për të mbajtur kafen, sepse është mas e vogël. Është mas mesatare e mirë dhe besoj që do përshtatet Aleksi mori më shumë, domethënë, sepse ai ka qejf që të pi kafe. Mora 4 vazo, edhe këto janë plastike dhe këto më duhen domethënë për të vendosur lule për jashtë në backyard. Një nga këto ishte diku tek $3 më duket. Mora 4 në këtë ngjyrë kështu si beige, si nuk di si ta quaj ndryshe. Picetat lagura që i përdorur për në makinë. Mori Angelo një nga këto water gun i thonë, për në plazh, në pishin, kudo domethënë që mund të shkosh në plazh. Piceta. Morëm këto blloqka të vogla sepse na duheshin në shtëpi. Mora dhe unë këtë, do tregova edhe pak të dyqani aty, më duk super cute, e thash ta marr në makinë, mbase më duhet ose edhe për në puna aty tek shkoni sa figura të bukur që ka, super cute. Kjo always believe in yourself, grow with the flow, më thënë një gjëra super cute. Tjetër, edhe një manikyr për thonjt e këmbës. Mora 2 pako, sepse nuk e di sa të gjata do të jenë, dhe këto i mora për në balkoni, por janë me bateri, sepse nuk i doja vetë me korrent, pasi sa do i përdoru në më të gjatë natës, tani gjatë periudhës verës. Ishin $5 një copë dhe kjo është 126 inch, kështu që besoj 2 nga këto të jenë perfekte. Ne i varë aty dhe balkonit dhe ta bëjmë balkonit super cute. Mori Aleksi një nga këto për të vrarë mushkonjat, mizat, çdo lloj gjëje tjetër që nëse i fillim të dalë. Morëm këto biskotat, këto më kujtojnë snack në Shqipëri. Janë të mbushura me çokoladë dhe me raspberry brenda dhe kanë pjesën e biskotës poshtë. Janë këto 2 çokoladat Milka dhe kjo është towel për të fshirë makinën, e ka marrë Alex. Edhe pak a shumë këto ishin, nuk se morëm në një gjë tjetër domethënë.
gjëra për shtëpi. Më shumë gjëra për shtëpi. Tani unë duhet të gatuaj sepse Aleksi mori fëmijët që t'ju presi flokët, do i shpinte tek berberi, edhe në bëhen cute, shumë handsome. Unë duhet të bëj drekën në mënyrë që kur vinë ata të kenë gati, kështu që fillojmë. You ready? Yes. You ready, Angela? Yeah. Zemër që të marru një aku, një pije, Beqet? edhe një snack. Ja, në një patatin për gjithë. Okay. Yay. Be nice. Come back, the car wash. Wait, up high, Okay. down low, in the middle, too slow. I'm gonna do the too slow, okay? Okay, I'm gonna do it. Hello. Nga një tjetër ditë, sot është ditë e diel. Got you. Është dita jote e parë në plazh për këtë vit dhe besoj që do të kënaqemi. I Jam got you. shumë I excited. got you. Tani kemi ndaluar këtu në gas station sepse na duhet që të ndezim, të mbushim makinën me gas edhe pse do e lajm sepse kishim kaluar zorisht aty dhe na kishim bërë makinën cop për turp, domethënë. Marrim edhe pak akë sepse kemi marrë pijet aty mbrapa, duhet që të fusim t'i mbajmë të ftohta. Kështu që hajdemi në aventurën tonë të radhës edhe le ta shijojmë këtë ditë bashkë. Shpresoj që fëmijët të kënaqen shumë sepse tani kanë filluar edhe kursin e notit edhe paka shumë kanë filluar domethënë të dinë domethënë si të manevrojnë edhe se si jo të notojnë, nuk kanë filluar akoma se si të mësojnë se si të notojnë, po që avash. Okej, veshja ime është paksa si shumë kështu egzotike sot, domethënë kam vendosur këta vëthet kështu me guack që janë super cute, po që besoj që jam ngarkuar paksa si shumë më duket. Bashkë me këtë gjë që e bleva në Amazon, sepse pash shumë idera në Pinterest, por nuk e kam bërë ashtu siç duhet. Gjithsesi, e sajova paksa kështu, domethënë me varsin time me shqiponjën. Si bëhet kjo? Kështu? Shqiptar forever. Edhe kostumin tim të banjës, robat e banjës dhe do ikim. Oh my god, is that Që më bëri Aleksi me shumë me shuri. I'm not from here. Të vendosë dhe syjet time dhe ikim. Hi. Por këto janë disa nga snacks që morëm me vete. Këto janë këto si patatinash,
Edhe patatina Lay's. You saw a Sour Patch? Gjithashtu edhe një Red Bull. I want a Sour Po edhe Patch. kafe. Are ready, Alessio? We are at the beach. Po jote. Gonna go down. Is the water cold? Not cold for me. What? Yeah, you can. Yes. No. Në plazh, lidi erdhi fundi. Aty në plazh nuk i fola dot sepse kishte shumë erë. Por ishte nuk do të mund të qenë dot, kështu që më mirë preferova të rreshtë duke disa momente që kalonim aty. Shkuam hëngrën tek Red Parrot. Se që këtu dojmë do të vlog, do i le disa familje një, por ti edhe e përkës